të djeg mirë. Mora plak, mora. Lot nga sytë. Në mirë ato bletat që më kanë piskuar. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare, podcastin më djegës në qytet. Si gjithmonë jam me sponsorat e mi, ju te Kredit, gjithmonë qefi bëhet edhe pa kesh, qofse s'keni kesh no problem, sepse e dini lehtësisht. Vizitoni ju te Kredit dhe mund të merrni për të, se tani fillojnë dhe pushime, probleme, qefe, dhurata, dasma, kështu që me kujdes. Lufra për të ftuarit e mi sigurisht kujdeset që të shuajnë atë djegën që ofrojnë salsa djegse, KFC-a si gjithmonë, Go Plus i mos harroni. Loja Go Plus i dhuron nga një makinë avatar 2 që është një super makinë €1000, u ndahet para, e thashë puntatën e kaluar, duhet të ndahet dhe e dyta tani. Codigo, Tequila Codigo është një tequila e cila është premium, tani është futur në Shqipëri dhe ju sugjeroj që ta provoni, është spektakolare. Nuk harrova asgjë, besoj. Përveç Argjendari Donaldo Olso, sigurisht Argjendaria Donaldo e cila na dhuron mundësinë neve që t'i dhurojmë të ftuarve tanë nga një dhuratë. Thash dhuratën 18.000 herë. Megjithatë nuk do zgjatem më me sponsorat e mi, do të shkojmë tek i ftuari i radhës, të cilin kam kënaqësinë e veçantë që ta kem këtu. Unë e falenderoj paraprakisht për faktin që pranoi ftesën. Ai është njeri që sigurisht mund të quhet edhe një nga divat më të mëdha shqiptare të muzikës gjithmonë, një kameleon i muzikës do thoya unë, këndon nga Eminem deri në si quhet ai Oqorrilacit? Jo, se këndon atë. Juliana Pasha, kënaqësi që je këtu. Shumë faleminderit që pranove ftesën. Unë e di që ju këngëtarët keni këtë sikletin e djegseve sepse ndikon tek vokali. Edhe kështu që është i dyfisht falënderimi për ty për faktin që pranove. Shumë për ftesën. Altini në fakt u fut si një mik shumë i fortë, me thënë të vërtetën, edhe arrita që të kem këtu. Si është jeta? Si po shkon tani me këtë valën e madhe të televizjeve, eventeve? E ngarkuar, sigurisht është periudha më e ngarkuar e sezonit. Pa gjumë, pa mundësi për të pushuar, por që ne jemi komshi, kështu që e kisha shumë rehat për të ardhur te ty. Po, është vërtet njerëzit e suksesshëm qëndrojnë te kodra e diellit. Po. Okej, formatin ti besoj se e di, ne nisim me salsa të cilat janë më pak djegse deri tek shumë djegse, deri më sot, deri më sot i vetmi njeri që nuk ja ka dalë të çojë deri në fund është Stefi, një tjetër këngëtar. Tha po ruaj zemrën, tha se mund të kemi aritmi në sponta dhe e lasi muhabet. Megjithatë, ti je liri që të dorëzohesh kur duash, në momentin që ti ndjen që vokali po ndikohet. Nuk është se jam në fan se madhe e djegsës. Nuk i ke qef? Nuk i kam qef fare, po gjithsesi jam njeri që duroj shumë. Kjo nuk do të thotë që unë do duroj deri në fund. Shiko, për sa kohë duron se duhet kujdesem. Për sa kohë duron Altinin? Altini jo, ka zgjë për të Altini është dashuri. Jam mirë se ju gjetëm atë. Mirë se erdhe. Ha? Jo, mos më thua që duket djegse kjo. Po të thash nuk i ha fare. Seriozisht? Është djegse që në fillim. Jo, djegse është, po nuk është se është e nga njëshit e 10 sa djegse e quan për shumë. Mirë, përderisa janë vendosur shumë, normalisht që është njëshi, po. Jo, ti si e percepton? 1, 2, 3? Nuk është shumë djegse, por ta lë në ndjesinë e. Ta lë një, dakord. Shqyqyr. Pikërisht këtu ku nuk duhet. Këtu. Aty te kordat. Po mirë, mund të këndosh me zë koke për shumë? Jo. Jo. Është pamundur. Është pamundur. Është gjë e keq të këndosh me zë koke apo thjesht është teknik? Jo, është teknik tjetër që unë nuk e kam praktikuar. Normalisht është shkolla Akademia e Arteve që të ndihmon për të kaluar në teknikën për zërin e kokës. Unë jam këngëtare muzikës lehtë, nuk është se. E qartë. Nuk e kam praktikuar. Nuk e ke, mendon se mund ta bëje? Patjetër, nëse do të isha
Nëse do kisha mbaruar Akademinë e Arteve për kanto, do kisha qenë një soprano shumë e mirë, jam e sigurt. Je e sigurt për këtë? Jam e Ka sigurt ndonjë sepse zhanër muzikor ma që kanë thënë të gjë. Ka ndonjë zhanër muzikor që mendon se nuk do ta bëje dot? Po ti the këndon Eminemin, është kështu, të kem kënduar ndonjëherë rap kështu në për të, po nuk besoj se më përshtatet. Nuk është se nuk do ta bëja dot, por nuk është se. Jo, nuk po them a do doje, po them a mund e bën apo se bën, se a do është tjetër gjë, mund mos duash sigurisht. Kam përshtypjen që ai që është këngëtar i bën të gjitha. I bën të gjitha nëse ulet për t'i mësuar gjërat, kështu që. Jam i sigurt për të. Ti që në moshën 6 vjeçare me sa ka marrë vesh online, ke filluar këngën, ke filluar të eksperimentosh, të këndosh, të merresh me muzikën dhe deri më sot që këra dy vazhdon këndon, se nuk e themi dot më. Po s'ka gjë. Mjafton të futesh online. Ti ke lindur 20 maj 1910. Je Demi si puna jonë, në fakt. Jam Demi, po. Je Dem si karakter, domethënë përshkrimet tipare të Demit tipit Besoj që po. Te kokfortësia, je natyrë kokforte? Jam edhe natyrë kokforte, po jam natyrë që duroj shumë, po jam kokforte në momentin që ka arritur kulmi, domethënë dhe aty jam si puna Demit që plas. Edhe mos më dalin gjëra e kuqe përpara se nuk më mban dot. Po realisht jam njeri që duroj shumë. Thash, jam e sigurt që mund ta çoj ndoshta edhe deri në fund me durimin që kam, po do shojmë rrugës, nuk e di. Do ta shikojmë. Pra po thoya që në moshën 6 vjeçare duket sikur merr një orientim drejt muzikës. A ke ndonjë kuriozitet sot se si do ishte jeta jote nëse nuk do kishe zgjedhur muzikën? Talentet pa eksploruar ose profesionet pa bërë ose pasionet të pa ekzekutuar? Kam patur, kam qenë gjithmonë edhe fëmijë, po edhe njëri që kam dashur të eksperimentoj me gjëra të ndryshme. Talentet i kam patur të shumta, duke filluar që nga sporti, që kam qenë kampione në ping-pong. Seriozisht e ke? Po. Në Burrell kam qenë kampion në ping-pong. Kam patur, po, Qysh kjo se dia unë më ka thënë mua? Nuk ka para ka rënë rasti për të folur për sa i përket pasioneve. Ç'a moshe domethënë ke qenë e fëmijë e vogël? Fëmijë deri në moshën 8 vjeçe, sepse unë më pas kam ardhur në Tiranë. Karrierë për ping-pong, se di këtë. E kam patur shumë dëshirë. Kam qenë fëmijë shumë çapkëne, të gjitha lojrat sportive i kam patur. Ke qenë mirë te sportet? Shumë fare. Wow. Por kam përshtypjen që nëse nuk do isha bërë këngëtare, do isha bërë doktoresh, sepse i kam gjarë babit, babin e kam patur doktor, edhe i kam gjarë shumë atij sa i përket durimit, të gjitha gjërave që kanë bëjnë me mjekësinë, që ti duhet durosh edhe duhet të jesh afër njerëzve, unë i kam në natyrën time dhe nëse nuk do isha bërë këngëtare, do kisha marrë profesionin e babit. Mora profesionin e mamit. Po. Mamin e kam patur mësuese muzike. Kështu që ndoshta edhe ajo dëshira e mamit e prindërve që dëgjoj muzika në shtëpi gjatë gjithë kohës, edhe talenti që ishte ndoshta i lindur doli në pa edhe u drejtova nga muzika. Më mirë që u bëre këngëtar. Se si mjek nuk do doja të. Do më kishte ikur jeta në spitale, kështu që. Por nëse do ishe bërë mjekë, ç'a mjekë do ishe bërë për shkakun? Ke ndonjë orientim? Pediatre, kështu. Nëse do të isha bërë mjekre, do isha bërë. Mjekë tamam. Isha bërë mjekë tamam, po. Kirurge, drejtore spitali nga ato ambicioze gjithmonë. Po. Jepi Juliana ambicioze të sakta. Jepi thuaj, jo more si ti jap. Këtë e lëva pak, ta shohim. Jo, s'ka shohim. Lyje sa duash. Shiko. Domethënë, gjuha me flak. Dha, ha? E mo tani, Demi tham. Dakor, dhe thua ti. Do ta mbajte gjuha që mos shkoj poshtë. Do ta mbash gjithkohës. Domethënë do ta mbaj djegësinë. Mbaj në gjuhë. Se ndryshe nuk e përballoj dot. Edhe kjo ishte djegëse seriozisht. Ishte më djegëse se e para, ka pak atë aromën e rigonit, nuk e di nëse ka rigon brenda në për të. Mos më thuaj që je talentuar edhe në kuzhinë tani. Po, ne kemi patur lokal, kështu që unë kam gatuar në kuzhinë. Ashtu? Bashkë me Altinin. Altini e di që është pasionant ushqimi, edhe degustator shumë i mirë, sidomos te pjesa e degustimit. Në shtëpi zakonisht më gjen duke gatuar. Vërtet? Kështu që
Më gjithë të mirat I ka marrë këtë djalë, më nuk e di. Po tani. Ditit e zgjedh. Matjane? Ditit e zgjedh. Ti e di vet. Unë e di vet, po, se dhe unë Matjane e kam bashkëshortën, jo vetëm, po kam 2 tani. Kam dhe bashkëshortën, kam dhe vajzën. Matjane jam bënë me, kështu që u mbyta nga mati. Që e di shumë mirë. E di shumë mirë vlerat e matit. Dhe që thua ti zgjodhe muzikën, po themi dashurinë ose pasionin e nënës, më shumë se atë të babait. Çuditshme si fitojnë gjithmonë nënat. Dhe fillove të interpretosh, këndosh dhe ja ku jemi sot. Një karrierë shumë e gjatë, sigurisht ti I ke treguar gjitha këto, mund t'i përmendim që nga Eurovisioni që është një arritje jashtëzakonshme, X Factor, këngë plot, suksese plot. A je ndjerë ndonjëherë vogël përballë skenës? Kur je ndjerë? E vogël përballë skenës normalisht janë ndjerë herën e parë kur jam gjitur në skenën e festivalit. Ishte jashtë mendimeve të mia që do të merrja pjesë ndonjëherë në skenën e festivalit. Në vitet, bëhet fjalë në vitet 98. Erdhi më njëherë mbas 97-s, ishte ai festivali I famshëm me gazeta që u bëj gjithë skenografia me gazetat e atëhersh. Ishte krejt rastësore që unë dërgova këngën për të dëgjuar fillimisht, për të pranuar në festival dhe kur mora lajmin që do të isha pjesë e festivalit, u befasova, por jam ndjerë shumë e vogël në momentin që kam vajtur në provat e para. Ndonjëherë shpeshherë sot këngëtarët e ri gjithmonë flasin me atë idenë që nuk na lën radhë me të rinjve, ndërkohë që I kanë të gjitha mundësitë për të dalë në skena, për të përfaqësuar, për të lënë shenjën e tyre. Ato vite kanë qenë shumë herë më të vështira se sa tani. Sepse ata që ishin emra dhe nuk diskutohej. Dhe kur ti ngjiteshe për të bërë në skenë për të bërë provën, këngëtarët e rinj ishin me një provë kalimtare, nuk llogaritej sikurse emrat e atëhershëm. Kështu që për mua ka qenë vërtet e vështirë hera e parë në festival, derisa mbas natës finale, unë që në atë festival u vlerësova me çmime dhe vitin tjetër ishte diçka më lehtë sepse kur ti lë një shenjë, kur ti investon për veten tënde dhe vazhdimisht I lë ato shenjat e tua duke fituar çmime të ndryshme, atëherë edhe rrugët e tua hapen, nuk Është vërtet, kujt I thua, po njeriu duhet punojë, nëse nuk punon, nuk ti hap askush rrugët vet. Sigurisht, në fakt, besoj se ka një diferencë nga brezi juaj në brezin e sotëm, që brezi juaj vlerësoi më shumë për sa I përket talentit dhe aftësisë, ndërsa brezi I sotëm vlerësohet për gjëra të tjera. Gjithsesi çdo periudhë ka vështirësitë e veta, ka ndryshimet e veta, atëherë përqendroj më shumë vëmendja tek vokali, tek mënyra e kënduarit sot, duhet I kesh të gjitha, duhet jesh me vokalin, me performancën, me fizikun, me lookun, me gjithçka, kështu që është bërë më vështirë. Është pak më e vështirë, por prap asgjë s'është e pamundur, sikurse salsa e tretë. Juli. Si ka emrin salsa e tretë? Ekzotike. Po përballë muzikës, se thash sken, po përballë muzikës, je ndjerë ndonjëherë vogël? Në ç'kuptim përballë muzikës? Ajo çfarë përfaqëson muzika? Ajo çfarë të bën ty të ndjesh? Ajo çfarë ti mendon për të? Jo. Jo, kur? Nuk besoj, nuk besoj. Unë nëse nuk do ta doja muzikën, nuk do isha marrë gjithë jetën me të. Edhe do të vazhdoj të merrem me të deri kur të mos kem më fuqinë për të kënduar. Nuk ndahesh dot me jo? Jo, absolutisht jo. Prandaj thash, dy ishin rrugët e mia, ose do të bëja muzikën ose do të bëja doktoraturën. Zgjodha muzikën dhe me muzikën do ta mbyll. Jo, shumë mirë, do bësh ti më mirë për ne, jetë drejtim. Besoj se kjo duhet të të pëlqej pak, megjithëse degustatori më thuaj çfarë ndjen kjo. Nëse me Julin bëjmë Çuditërisht, është më pak djegse se e dyta. Të duket më pak djegse, Ne kemi një sistem vlerësimi në fakt për këto, që nuk e kemi bërë ne, nuk e kemi shpik ne, quhet Scoville, sistemi I rankimit. Të vjen më pak, Po. Po kjo të dha një fije shpresë, më duket. Ndoshta. Mos e çoj deri në fund mbase, nuk e di. Çoj deri ku duash. Jo, se tani e mora me inatun. Ashtu? Do ta shoh. Bo. Kur janë më të mëdha emocionet? Në fillim të karrierës apo në mes apo tani që je me konfirmuar më shumë? Nuk ka nuk e predot me thik. Nuk e predot me thik.
ka momente, sigurisht që në fillim të karrierës ti ke patur emocione të tjera, ishte hera parë që ngjitesh në sken, hera parë që përballesh me publikun, ndërsa tani më vonë ka të tjera emocione. Që ti duhet mbash nivelin tënd, duhet jesh gjithmonë, duhet përfaqësosh sa më mirë tek publiku, ai publik që të ka ndjekur për 20 vite, e ca, kështu që ka të tjera emocione tani. Çfarë shijon më shumë në sken? Performancën, Një njeri që do vëmendje ndërsi. Shijoj dhe ajo që unë bëj gjatë gjithë kohës është që sidomos në skenat e vogla, sepse në skenat e mëdha për festivale është e pamundur kjo gjë, po në skenat e vogla këndoj, kam qejf që t'i shoh të gjithë njerëzit në sy. Dua të di me cilët janë këta persona që kanë ardhur të më dëgjojnë. Dhe duke parë reagimet e tyre, arrit kuptoj se çfarë pëlqejnë nga ajo që bëj dhe çfarë nuk pëlqejnë. Dhe unë duhet përshtatem që atmosfera të jetë gjithmonë në kulm, mos më humbasi. Unë kam provuar atë. E di shumë mirë çfarë do thot. Është spektakular. Do të thënë vetëm për mua gjithmonë, pa dashur të ofendoj askën tjetër, po ti dhe Aurelia Gaçi mendoj se qëndroni disa nivele si për tjerave kur jem puna në skena të tilla gjithmonë. Nuk e di çfarë. Merr kënaqësi vërtet? Pi diçka ti? Jo. Nuk pi alkool asgjë. Jo, nuk e pi alkoolin, ja ti e pe që Ja ma hoqi, gëzuar me Kodigo. Gëzuar. Se pi, ë? Për fat jo, për fat keq nuk e. Tani përveç të Për mirave. fat keq për të tjerët, për fat mirë për veten. Jo, absolutisht. Me thënë, gatuan. Punë shtëpi e bën? Je kështu? Jeni koqire? Je apo deri jo, ju nuk je shumë. Jo, bëj sigurisht Jo, atë po kur jam. je e fiksuar në koqire kështu jo. Nuk jam e fiksuar, por bëj atë kur jam e qetë nga ana fizike, sepse normalisht punët Sigurisht. janë ato e që kuptoj. t'lodhin më tepër, edhe kur ti shkon në shtëpi do të gjesh qetësinë, Po, do ta absolutisht. shupame dhe ambientin duhet ta kesh Jo, rahatshëm. absolutisht. Pra, një koqire po, gatuan, mjeke mund ishe bërë, ping-pong luan, nuk e di çfarë tjetër talentesh ke. Kam qëndisur dikur. Ke qëndisur? I kam patur, dëgjoj, unë i kam patur si faza ndoshta në jetë. Po. Kisha një fazë të fëmijërisë që isha shumë e dashuruar me sportin, me artin, me të gjitha. Më pas kisha një fazë në moshën adoleshencës që fillova të punoja goxha me qëndisje. Ndoshta vite nga i brezi që na i ka mësuar gjitha. Po. Tezet mami, tezet gjyshja, na mësonin grepi, na mësonin shtizat. Motor hap, makine? Jo, po motorin nuk e kam qef. A, motorin kështu? Jo. Me dy rroda? Jo, Jo, po nuk e thosha kam motor qef, makine, a Jo, diti deri hapësh? aty, jo, Jo, po. s'ke vaj deri aty. Po Po, thosh, mund të rregulloj një çezëm në shtëpi, po ndaj hidraulike? Po Po vllai. tani njeriu duhet t'i di ca gjëra se ndryshe nuk mbjetohet. Po tani në këtë kohë që jetojmë ne, as burrat nuk i dinë më këto hidrauliket. Jo. Bravo, bravo. Dhe që thua ti, gocë e re ti, 19-20 vjeç, u njoha me Altinin, dhe ke thënë ti që ishte dashuri me shikim parë. Me dëgjim biles. Pra me dëgjim, atë do e thoja, si mund thuash me shikim parë kur ti the, unë u dashurova kur e dëgjova duke luajtur kitare. Me dëgjim, sigurisht. Çfarë note kapi ai tani që u dashur? Aman, ma tregoj çka situatë. Çfarë note kapi? Nuk e di çfarë note kapi Altini, po. Po mënyra se si Altini luan në kitarë që atëherë, sot e kësaj dite, unë sa herë që e dëgjoj unë madhe gjehem. Po dhe mua më pëlqen shumë. Vërtet e ka një, po patjetër gjë. Të shkon lot nga syt akoma dhe sot. E them sinqerisht e gjë sepse Altini është i vetmi kitarist që unë dëgjoj nëpër Shqipëri që edhe gishtat i nxjerrin tinguj, them unë. Ka një, Aman, ndoshta nga që sa e bukur me dhe gishtat, more, ku je, more, Altin? Altin! Luj që gishtat mos dëgjohet diçka në sfond. Kështu ti, ha? Unë e vlerësoj Altin në maksimum. Altin ruaj gishtat vëlla se ka i shumë sa të vlerësoj. Riore tani. I pa para Altini. Dhe që thua ti, po mirë, dakord. E kuptoj shumë mirë, që është super, po edhe unë kam dëgjuar Altinin dhe më pëlqen është jashtëzakonshëm në kitar, nuk diskutohet one of the best, po nuk ra shmren, domethënë, diçka tjetër nuk të pëlqeu. Po mirë, sigurisht. Është totali, është i ëmbël më le tani, nuk. Është i ëmbël. Altini ka të gjitha, Altini është njeriu duruar, është i dashur, është i kujdesshëm. Altini merret me gjithçka sa i përket muzikës edhe profesionist të profesionit ton, sepse edhe ai është vetë muzikant. Absolutisht. Po mbi të gjitha është i sinqert, edhe ai sinqeriteti që ka gjatë gjithë kohës është ai që më ka bërë mua për veten. Absolutisht. Pavarësisht se dashuria filloi me dëgjim, le të themi, ai absolutisht, nuk e vëm diskutim. Mua duke kënduar dhe unë kur e dëgjova atë duke luajtur në kitar. Por
Po, edhe ai ka thënë lidhja që me vazhdimsi, edhe ai ka pastaj thënë. ka qenë Edhe ai ka denonjeri thënë që edhe unë e kam vlerësuar shumë kur e kam dëgjuar, edhe më ka pëlqyer shumë kur. Deshi zoti na E, bashkon shqyqyr. nëpërmjet muzikës, kështu që Shqyqyr, dhe ja ku jeni sot, 20 e ca vite më vonë, si dy zoq do thë janë. Akoma dashuruar. patjetër që po. Megjithatë, ti vijon me muzikën me i dashuri dhe pasion të jashtëzakonshëm, gjithë ata që të kanë parë edhe live arrin ta gjykojnë dhe ta shikojnë, muzika është gjallë tek ty. Dhe e the që nuk ka një risk që të humbas tek unë. Vërtet më kuriozon, pas 20 vitesh, po themi që ti, ja, tani kjo është periudhë që ju dilni, mund të bëni 2-3 evente, 4 evente në javë për shembull, që është sfilitse. Ti ikësh nga qyteti në qytet, nga vendi në vend, të këndosh deri në mëngjes, të zgjohesh të nesërmen, është vërtet sfilitse. A vërtet je në gjendje ta ruash dashurinë për muzikën akoma, domethënë kur del dhe i këndon njerëzve, argëtohesh vetë, e shijon? Po. Patjetër që po. Po. Parimi Ruan im është që pam nëse nuk kënaqem unë, në radhë të parë nuk i kënaq dot njerëzit. Unë duhet ta shijoj çdo moment, nuk ka rëndësi se ku jam, në koncert, në dasëm, në skenë, kudo që të jem. Nëse unë nuk e shijoj bashkë me njerëzit muzikën që po bëj, jam e sigurt që ata nuk do ta shijojnë dot. E vërtet është. Duket ajo. Nëse ti rri në vend umro edhe bën sikur këndon, dukesh, apo jo? Duket, e kupton. Njeriu kur qesh. Po. Nuk bën dot sikur qesh, apo jo? Tani qeshe? Tani po qesh. Mos bëj je dhe zonja në aktrim. Shkojmë në salse 4. Urojmë që të ketë një aty e. E ke çik larg, ja, i kam nën çik largun. Mos më afro shumë se do i lyej shumë pastaj. Jo, më lyj sa të duash, thjesht preki. Si duket? Se je e ftuar e parë që mund t'i bëj dhe pyetje tipit çfarë komponentesh gjen. Unë se di, domethënë ti mund të. Ajo si me limon. Të them të drejtën, kjo nuk është djegse fare. Ose ndoshta ato dy të parat e bën efektin atyre dhe tani po gjenden në të njëjtën gjendje. Nga që ti ke fillon eventualisht krijon tolerancë. Pra, do të kjo gjë, nëse ti do nisje direkt me të 7-ën ose 8-ën, është e papërballueshme, por nëse shkon nga e para te 8-a, është më e përballueshme. Ja ta them unë, kjo është me mustardë dhe me limon. Është e vërtet. Ama Olso, është e vërtet. Dhe uthull. Ka dhe uthull. Prandaj tash limonin do të për të. A ka ndonjë këngë që ti e ke dash shumë, po nuk do ta këndosh më kurrë? Nga këngët e mia. Jo, nga këngët e tua nuk do thoja, po një këngë që edhe mund mos jetë nga këngët e tua, që e ke dash shumë, e ke kënduar, po nuk do. Nuk më vjen ndonjë këngë në mendje, një këngë e tillë në mendje, nuk besoj. Nuk besoj, ndoshta Jo, nuk kam asnjë. Jo. Jo, tani nuk më vjen në mendje asnjë këngë e tillë që të them e kam dashur dhe nuk dua ta këndoj. Nuk çdo këngë ka një histori brenda, ka melodin, ka. Shiko. Ka këngë që të përshtaten dhe këngë që nuk të përshtaten. Po ka dhe këngë që dalin nga zemra. Por që nëse do të bëj ja, për shembull, unë kisha atë Shqipëria, do fitë nuk e kam. Tani, dëgjoj, ka dhe këngë që nuk mund t'i kontrollosh këngë. Po themi, po që nuk e di. This is a miracle of freedom ishte super hit. Megjithatë, dakord, nuk e Juliana. Nuk e kam dëgjuar asnjëherë, kështu që Ore ti parimisht je konservatore apo je nuk ka lidhje, domethënë, nuk po flasë majtë djathtë. Besoj që jam progresiste, konservatore. Besoj që jam. Je konservatore, beson në Zot? Po. Je katolike apo muslimane? Jam e apo shërci ka? Jam e krishter. E krishter, katolike apo ortodokse? Katolik. Ju të veriut. Po shërci ka tha pse do të ortodoks. Ne shqiptarët nuk kemi probleme të tilla, shqyr Zoti domethënë. Megjithatë, një pyetje që më shqetëson është kjo. Si ke marrëdhëniet me bletët? Marrëdhëniet kam shumë të mira me bletët, saqë ma trego çik këtë histori. I kam patur në gjithë trupin një herë një kohë. Ma trego çik këtë historinë. Çfarë ishte kjo histori që më tha mua një blet e veshi? Një blet e veshi, histori fëmijësh, histori kalamajsh. Mistreca. Ke qenë kalama mistreca e theti, ke qenë lëvizur. Ka qenë kalama mistreca dhe nga që isha atill, vajta dhe bëra gafën e madhe, hypa mbi kosherën e bletës për të fshehur. Po. Zakonisht mami, duke qenë se ishte mësuese muzike, shkonte në shkollë edhe gjatë verës, gjatë periudhës së verës, edhe mbyllnin regjistrat siç ishte atëherë.
Unë dhe vllai mbeteshin vetëm në shtëpi. Na mbyllte në Çelës, se normalisht nuk liheshin fëmijët vetëm atëherë. Çfarë moshash ju linin vetëm në shtëpi për shembull? Vllai mund të ketë qenë 4 vjeç, unë kam qenë 8 vjeç. Ti kujdesesh edhe për vllajin, besoj. 8 vjeç sigurisht që je në një pjekuri, në aso kohë 8 vjeç për shembull. Pjekuri e madhe. Zoti i madh, nuk arrit ta besoj. Nuk arritët. Çfarë standardesh? Po luanim sylla mbyllazi me njëri tjetrin, unë zgjuam nga gjumi, çfarë do bëjmë, lajde lozim sylla mbyllazi. Mbyll vllai fshihem, do fshihem unë. Unë fshihem pas derës, për momentin ai vjen të më gjen. Unë më mërzita pse më gjeti me njëra ai, them, jo mbyll dhe njëri them unë. Mbyll dhe njëri dhe unë tani vendi më i mirë që mendova unë se mund të fshihesh ishte të gjitesha mbi kosherën e bletës te balkoni. Budallalli i madh se edhe aty dukesha shumë mirë, domethënë prapë mas dere isha, nuk ishte ndonjë çudi e madhe. 8 vjeç ishte, nuk pretendojnë. Po. Vjen vllai sërish më gjen. Dhe unë okay, mirë tani është radha ime për të mbyllur dhe hidhem. Nga kosherja hidhem për nuk ishte shumë e lartë, kaq ishte lartësia. Hidhem për në tokë, në momentin që hidhem, këmba ime kap tek kosherja dhe kosherja rrëzohet bashkë me mua. Aty tani më zuri frika se do vinte babi do thoshte ke rrëzuar kosherën, jo për bletët. E marr kosherën edhe ngrej sërish që ta çoja në vend, në momentin që e ngrej kosherën dalin bletët me furi dhe aty u trëmba. Dhe lëshova për herë të dytë. Kur lëshova për herë të dytë ajo u ça. Dhe dolën pa bletët me shumicë. Ikim të dy me vrap të dhoma e gjumit, ai në një krevat, unë në krevatin tjetër, në krevat dëgjoj me shumë, aman që më bërë, se më vjen, që më kujtove tani. Hapi organin, shikoj vetën isha e mbuluar me blet. Nga flokët, nga trupi. Po të pickonin? Fati, më i madh imi ishte që isha me bizhame të gjata, sepse ishte akoma periudhë ftohtë, edhe mbaj mend që kam dalë vetëm në dritare, kam bërtitur në të madhe ndim, erdhën komshinët. Ishte lezetshme se shqyen derën, se dera ishte e mbyllur. Ti ke dhe zë. Është dëgjuar deri te komiteti, thonin neve atëherë, është dëgjuar. Çfarë do të thotë shqyen dyrë kështu? Pickime ndërkohë po pickonin? Në Çelës. Nuk pata shumë pickime përveç duarve, sepse mundova që t'i hiqa biletat me duar nga trupi. Di që në flokët i kam patur të gjatë dhe flokët ishin të mbushura me bletë të ngordhura dhe ai personi që kujdesej për bletët tona, thoshte që ka shpëtuar fëmia vetëm sepse ishte me bizhame. Përndryshe do kishte pickime në gjithë trupin. Fati dhe që unë nuk jam alergjike ndaj pickimeve të bletës dhe jo të kishe qenë alergjike me një pickim e mbyllat muhabet, po. Shpëtova dhe tani çdo verë do më pickoj në një bletë kështu si për të na kujtuar. E kam pickohesh akoma të kanë me sy të keq. Njëherë kaq kohë nuk i kam frikë. Absolutisht nuk i kam frikë, edhe mbas asaj që ka ndodhur, kur na futen bletën ndonjëherë në shtëpi që ndodh. S'ke trauma. Mund ta kap me dorë bletën dhe ta nxjerr, sepse e di shumë mirë që në momentin që ti e ke frikë bletën, bleta atëherë të pickon edhe. Çfarë thua? Prandaj pickon. Që jam rritur me to, nuk e kam frikën ndaj tyre, thjesht i kujdesem që dalin jashtë të mos ngordhin, se e di që kam bërë keq në një farë mënyrë atëherë që i kam ngacmuar ku nuk duaj. Ku vajtëm tani? Te pesa e vërteta. Unë do ta heq këtë, ndryshe. Hik çfarë duash. Kjo pesa kam përshtypjen. Do të jemi çik. Është çik. Po çik. A do bëj ndonjë duet me dikë? Ndërkohë që ti përtypesh? Kam bërë duet, Jo, atë e di. Ç'ishte kjo prita marrë pyetjen? Më nxorë intervistues. A do bëj duet me dikë? Do filloj një çik. Që nuk pëlqen si njeri. Pra, duhet super këngëtar, këngë e bukur, po ty si njeri s'të ngjit. E bën, se bën. Tani unë edhe mund ta bëj duetin, nuk është se bashkëpunimi në një farë mënyrë mbaron je koleg, bashkëpunimi mbaron aty. Nuk do të ketë një feeling ajo gjëja për shembull një të profesionisti tha. Varet, nuk nëse do të ishte njëri që e njeh shumë mirë dhe nuk e pëlqeja. Qartë. Në përgjithësi, unë të gjithë artistët në Shqipëri kam koleg. Nuk është se kam prej tyre kam miqësi të ngushta, shoqërira të ngushta.
Dhe prandaj nuk e shumë nuk e shikoj dot aq thellë. Nuk rrihet me artistat në gjë mua. Nuk Jo, po jo. nuk para jam nuk je tip që nuk jam e tip ke qef të jetën publike kështu me radhë, jo fare. Në përgjithësi jo, më pëlqen shtëpia, më pëlqen vetmja ime, rahatia ime në shtëpi. Nuk është se jam nga ato persona që duhet të dal për kafe me shok, me shoqe, me Jo. Jo, nuk. Kështu kam qenë gjithmonë, nuk është se Po kur ke Altinin që do të A je ndjerë ndonjëherë me që më the që e ke qef atë rahatin ose vetmin tënde? Je ndjerë ndonjëherë e vetmuar mes duar torkitjeve? Tani, kjo pyetja E ma lezetshme ishte, nuk ndonë. Pyetja është shumë e bukur, po e kam zakon këtë, nuk e di Julia. Duhet të kaloj në për mendje të gjithë. Shiko, kjo paka shumë është një ndjesi që o e ke kujtim, mund të jetë. Mund të ketë, them unë. Mos u përgjigj s'ka. Nuk po përgjigjem për këtë sepse jo, realisht nuk di çfarë të përgjigjem. Të jap për këtë pjesë. Çështja është a je ndjerë? Nuk jam e sigurt, nuk e di asgjë. Nuk di ta kem patur ndonjëherë të ndjesi, por ndoshta edhe e kam patur pa e kuptuar, nuk e. Është qartë. Nëse do ta takoje vetë, se veten tënde, 16 vjeç, do t'i jepje ndihmë apo do t'i kërkoje ndihmë? Do t'i jepja ndihmë. Do t'i jepje? Po. S'ka asnjë gjë. Ka shumë gjëra që kam dashur ndoshta t'i bëj atëherë dhe nuk i kam bërë dot. Si për shembull? Sa i përket muzikës, jetës, zgjedhjeve në jetë. Do t'i jepje këshilla pra. Po, këshillat janë. E cila është këshilla më me vlerë që mund t'i jepje ti vetes tënde kur ishte me ta marrë më shtruar, ta marrë më lehtë? Apo boll shtruar edhe lehtë more? Jo. Normalisht ta marrë më shtruar, se shtruar në atë moshë normalisht që duhet ti kesh gjërat çik me këmbë në tokë, ti je më e kujdesshme, më. Absolutisht, dakord. Është mosha e adoleshencës ku ti duhet të je, po, adoleshenca. Okej, ke qenë, ndërkohë më thep, ke qenë një fëmijë që ka qenë aktiv, mund ishte çik si Nacho çun, si goca apo jo? Ishte çik. Kam qenë shumë çik. Kam qenë çuni i babit, nuk kam qenë goca e babit. Pse ashtu të ka rritë çik me. Por çish ky muhabet me ju të matit andej edhe gjyqja ime thot, nusës time thot, o djalnone thot. Jam edhe në shprehjet në atë mënyrë, po që I doni shumë çunat ju nga zona. Zakonisht me atjane duam çun të parin, dhe kur lit gocë e mbajnë si çunë mbajnë, nuk është. Ashtu ka ndodhur në. Okej, e meta më e madhe që ke si njeri, po këtë do ma thuash direkt pas salsës 6. Se deri tani vetëm kështu perfeksione na the. Jam e mire, jam kështu, jam ashtu, gatuaj, laje, shplaje. Ato që i kam tani. Po. Duhet pyesësh Altinin për to. Altin. Po Altin. Nuk përgjigjet ai. Po mirë, dakor, ta marr në telefon Altinin të pyes. Po thuaj njeriu duhet njeriu e di të metën e tij. Kjo djeg dhe vjen kështu. Të djeg mirë. Edhe ti nuk të dogje as kjo. Normal. Tash që duroj shumë. Pse vjen kështu me këtë të gjithë tuarit? Shiko. Ky është një format që bëhet dhe jashtë. E kiqja është që nuk i ha fare pikante dhe tani do pinë që qumësh. Do pinë që qumësh sepse është halli. I zërit po, duhet ta ruajmë. Mirë, dakord. Do bëj një lojë me ty. Unë byta. Ty të dogjim dik. Jo. Unë jam djeg, domethënë, si njeri dhe nuk kam më çtë më djeg gjë tjetër. Jam xhaj djegur. Po mirë, do të bëj një pyetje tjetër të fundit nga pyetjet. Do të bëj dhe prapun, po. Nëse dikush t'i jep 1 milion euro dhe thotë mos këndo më Julo kaq. E lë muzikën, të vërtetën, bëhu çik realiste. 1 milion euro, prit tani, bëjmë llogarit. Po sa dalin 1 milion euro se tani 1 milion euro. 2 dasma janë. 1 milion euro do 2 dasma. Janë bërë kështu sikur si janë asgjë më tani. Shiko, me 1 milion euro për shkak. Rritin çik çmimin. Ata rrisin çik, ë? Do të thënë, pra ti e lë, thjesht duhet negociojmë çfarë çmimi. 2 milion euro e lë? Nuk e di. 2 milion euro e lë. Ta pyes çik Altinit, i them si Altin sa na duhen. Duhen për këtë. Altini Ku shkoj, dëgjoj, ku shkoj 80 pse jo?
80, po 80 dhe lë për 30.000 euro, për zot se 80 mbaron muhabeti, çka unë po them tani që ke akoma. Po tani janë kulmin unë, mund ta lë atëherë kur nuk do kemë fuqi, se të paguaj. Lës që ç'ke me të urdhë. Se edhe një vit më ka ngelur, po them. Atëherë jo, s'bet fjalë. Dakor, pra u kuptuar tek 3-4 milion bëhet muhabeti, me sa po kuptoj edhe 10 apartamente të mira këtej nga zonat malore këtu. Mirë, shkojmë tek një lojë që do bëjmë me ty Juliana. Loja quhet ping pong. Është ironi e fatit se si ka mundësi që ti edhe luan ping pong. Loja ping pong e muzikës. Unë do të them një emër, ti do të këndosh këngën e parë që të vjen, pak refrenin, por s'ke shumë kohë, domethënë duhet ta bësh sa më shpejt. Për ndryshe ç'a do ha me një gjë? Për ndryshe do hash salsën e 10 direkt. Atëre, nisim. 1, 2, 3, zemër. Zemër, o zemër. Dashuri. Dashurinë e pardhurova për të njohur një njeri. Shumë shpejt. Në njoha, kështu që. Lot. Kjo. Se loti që pikon në zemër lëndon. Po, nat. Nat, nata kjo, natën dhonë, bulevard kaloj të qeshur bashk. Shpres. S'mo vjen, kalojmë. Mall. Mall. Ç'është kjo kënga e re, mall? Juliana, du ta bësh shpejt. Iku dhe kjo, lëre, se nuk Më po vjen tani. Më vjen mall për te pelën ja, shef. Ja, bravo. Yll. Kur kaloj si yll i rall. E gjeti. Zhurm. Shumë zhurm, sa zhurm. Bukur. Dhe fjal. Fjal, what? Me fjal të... Jo, s'është e... Fjalë. Me fjal të... Me fjal të voglat kanë dash. E shef, e po që talent që janë për muzikë, vëlla. Po bukur, atëherë shkojmë tek salsa e 8, Dinamiti. Jo, si jemi te 7? Jo, ma jo. Te 7 mora fale. Si jemi te Dinamiti? Tani unë më shumë po ha salsa, po ha mish, kush ishte është kjo këtu, Kjo? Shisha bëj. Ky është sekreti. Sekreti që ndron këtu. Sa më të vogël ta bësh copën, aq më shumë sals ka si përqindje copa e vogël. Dogji më. Mos ishte kjo Dinamiti. Jo, s'është Dinamiti. Mora flak, mora. Është. Piçi kjo më shpi. Kjo është. Tani këtu që po digjesh si kam lojën tjetër. Au. Se ju këndoni dhe me kështu. Ke parasysh kur të shtin një këngëtar për shkakun? Hachu! Kjo nuk është se është vetëm djegse, po që nga shumë e hidhur. Është e hidhur. Si ke qef? Je hamës, Juli, do të ke qef ushqimin? Ushqimin e kam qef shumë, po kjo... Po të ëmblat? Kjo salsa nuk do ta preferoja. Ja, ma dhe mos e përdor, thjesht një herë në jetë, njeriu i provon të gjitha. Të ëmblat, të kripura, më pëlqen si ëmbla si kripa, me shumë jetës. Po kjo është Dakor. hidhur. Kam një tjetër lojë për ty, apo quhet. Apo. Ti zgjedh, unë e di që ti je një njeri që ke një eksperiencë shumë të gjatë në botën muzikore. Tani filloj. Ke një eksperiencë shumë të gjatë në botën muzikore, ke shumë kolegë dhe miq, edhe prandaj është shumë e vështirë, por ti do zgjedhësh midis këngëtarëve, unë do të them një emër dhe një emër tjetër për t'i krahasuar, ti do zgjedhësh njërin prej tyre dhe pastaj do të sjell një emër tjetër dhe do zgjedhësh. Kush është më i mirë nga këta? Elsa Lila apo Aleksandër Gjoka? Si këngëtar. Aleksandër Gjoka apo Tonin Tërshana? Aleksandër Gjoka apo Alban Skënderaj? Si këngëtar? Si këngëtar. Aleksandri. Tham si këngëtar. Po pse si artist ç'a mund të ishte ti? Si kantautor. Si këngëtar, po flasim për vokalin. Dakor. Jo, për një sekond. Për një sekond, një këngëtar i mirë, nuk është vetëm vokal. Prandaj të pyeta. Ai është vetëm interpretues. Po prandaj të pyeta. Flas si artist. Po, si artist Albani. Alban Skënderaj, Më i mirë se Aleksandër Gjoka? Besoj që po. Bravo Alban.
Alban Skënderaj apo Irma Libohova? Albani. Albani apo Mentor Xhemali? Albani. Albani apo Parashkjevi Simaku? Po tani janë për ty? epoka të ndryshme, Albani. Albani. Albani apo Gjergj Leka? Albani. Albani apo Shkurte Fejza? Albani sepse është Priti, edhe kantautor, Pritsesh? edhe kompozon, Po. edhe bën- Pritse, kjo është titane fare, kjo është Prandaj titane është- fare. Titane fare kjo. Alban Skënderaj apo Flor Mumajesi? Je në ujrat Është e fort kjo tani. Alban Skënderaj, Flor Mumajesi janë dy super. po sepse janë të njëjtë në mënyrën se si shkruajnë edhe se si Përgjigje. Juli duan përgjigje, eç më bëre. Ha, e vështirë është edhe për mua kjo. Jo, unë do thoja Flori, sepse Flori bën këngë edhe për të tjerët, ndërsa Albani kompozon zakonisht për veten e tij, kështu që Flori Flor Mumajesi, përshëndesim miku im. Flor Mumajesi apo Sabri Fezullau? Shpejt Juli. Flori. Flori apo Ilir Shaqiri? Flori. Flor Mumajesi apo Eli Fara? Flori. Flori apo Po Elton Deda? Sepse tani po më bën tash Albani, Flori, prit. Aleksandri, janë si thua një paketë plot. Po. Kompozojnë. Po, bëjnë dakord, tekste, dakord, s'ka pse ju këndojnë. mos u justifiko fare të një njeriu ka shije. Flor Mumajesi apo Elvana Gjata? Flori. Flor Mumajesi apo Era Istrefi? Flori. Edhe është. Flor Mumajesi apo Vaçe Zela? Flori. Flori mbi Vaçe Zelën. Dakord, po, e vërtet. Flor Mumajesi apo prit këtu tani. Prit se ta rrëzoj Sepse unë po i marr në total. në total. Në total, jam dakord. Tash, nëse ti do i kishe bërë për Po. sa i përket vokaleve, pjesa më e madhe e atyre që ti Prit se përmendë na- janë këngëtar. Na, mos më humb. 3-4 prej tyre janë nga ata që dhe kompozojnë. Po, mos më humb ritmin. Prit tani se ç'ke mos u mërziti. Flor Mumajesi apo Ardit Gjebrea? Arditi. E pra prit, Ardit Gjebrea apo Aurela Gaçe? Arditi. Ardit Gjebrea apo Nexhmi Pagarushe? Arditi. Edhe këtu mbyllet me Ardit Gjebreën. Kjo ishte edhe kjo lojë. Dakord, ti veten tregove. Me sa vure e re, isha e prirur më shumë tek ata që Ata që i bëjnë që i bëjnë të gjitha. Ardit Gjebrea është vlerë e jashtëzakonshme e muzikës. Si ke marrë me Arditin? Ke shumë miqësorë, Patjetër që po. Je gati për dinamitin tani? Po tani, po na bie zëri tani, avash. Kush njeriu që të bën më shumë për të qeshur në jetë, Juli? Që më bën më shumë për të qeshur në jetë filmat humoristik. Nuk kam ndonjëri të veçantë që të më bëj të qesh. Banz Benzer. Na më tani. Jo. Nuk e një shoqe, një mike, një kolege? Jo, nuk, siç të thash, nuk është se jam edhe kur kam qenë adoleshencë, kam patur maksimum 1 ose 2 shoqe, jo më shumë. Nuk kam qenë e prirur të kem shoqëri të Një madhe. njeri vetmuar. Nuk jam njeri vetmuar, thjesht nuk më pëlqen shoqëria e madhe, më pëlqen familja, më pëlqen të jem Me në këta, bashkëshortin me tim, me rrethin rrethin tim kështu. familjar, Nuk para bëhesh. nuk para bëhem. Tipik Matian. Tipik Matian. Se kështu e ke dhe nusa, na? S'do një njeri fare. Edhe me ajo vetëm Jo. burrin do shiqyr. E po, atë thuaj, falenderit thuaj. Po faleminderit zotë. Ta ham dinamitin apo jo tani? Ja, Tani, të rujt Altini. Mos më thuaj që s'do gjë. Piqa, amasha. Por çfarë duhet të updateojmë salcat. Duhet të rrisim këto olla. Pse vin të gjithë thuaj, do të digjem kujdes zërin se jam delikate kështu me radhë. Vin këtu i han ikin. E mbajde? E mbajta për të mbajtur, po këto sa vinë dhe bëhen më të hidhura. Do të thënë ti e ke problemin tek hitësia, ne ti hedhim sheqer më, po nuk të po djeg. Mirë, djeg. Patjetër që djeg është më djeg se sa e tjetra, po thjesht shija do ishte shumë mirë nëse do kishte një shije akoma më të mirë, po të dishte, edhe po të dishte s'kishte Olso problem. nuk ftojmë më Bjonde në edhe ftuar e kaluar ishte Bjonde. Tha nuk ki toleroj fare djegset, erdhi i hëngri dhe nuk bëri asgjë. Kush janë më allegro në Shqipëri? Për qefe kështu me radhë. Unë do të them qytetin, ti do më thuash nga 1/10. Tirana. 9, 9 Tirana, Durrës 8, 8 Durrës, është më mirë Tirana. Shkodra 8, 8 dhe Shkodra. Vlorë 10, 10 Vlora, moral ti. Elbasan 9. 9 Elbasani. Pse Elbasani është më mirë se Tirana dhe Po, apo Tirana e thamë varet 9? ndonjëherë, Sa varet. Të paktën Janë qefli Elbasani. Janë qefli, Janë. janë Fier 8, 8 Fier. Korç 8, 8 dhe Korça. Gjirokastër
Nuk kam ndonjë mendim. Thash, nuk para kam qenë në Gjirokastër, po them 7-ën sepse nuk kam. Mos kalu se keni. Berat? 8 në Berat. Kukës? 9. Kukësi 9? Seriozisht e ke? Tropoj? 9 edhe Tropoj. Lezhë? 8. Pogradec? Po Gradeci dhe Korça po. E njëjta gjë, është 8-8. Mbaj të dy. Po veja një 8.5 po Gradeci. Ama no më mirë se Korçarët jemi. Sarandë, o vlla. 8, po them. 8 se normale se marrin këngëtar grek ata se duan ande. Këndon greqisht ti? Në një tek-tok. Ha, cilën di këngë greke? Nuk i di. Nuk të vin teksti tani duhet kalosh tekstin. Nuk i njoh fare kështu. Po lushnja. Aty afër me Fierin është dhe lushnja. 8, pa myzeqen, ta lëm te 8-a myzeqen. Kavajsit? Apo aty? 10 kavajsit? Pse? Janë qefli. Janë alegri. Janë. Po. Është e para 10 që kemi më duket? Apo kemi tham dhe Vlorën? Kemi dhe Vlorën 10. Po Vlorën e vum 10 se ke agentin. Ka agentin, po kam dhe mami nga Vlora, kështu që i ka brenda. Ke ti mami nga Vlora? Këtë detaj se di jo. Mamin e kam nga Vlora. Ke nga Vlora? Qa partneriteti. Prandaj mora dhe burrin nga Vlora. Ba. E do? Si? Burrin? Si thua ti? E do se ka të vetin. Lënja, thon kësha zëmrë. Dua që të shkeme të. Jo tim, Vjera. E do lën kokën. Dua më shumë dhëndrin se sa... Më njerë dua dhëndrin më shumë se vajzën, po. E ndodha shtu, e di, kam ndjerë dhe unë me pishaka. Akoma, sa vite duhet kalojnë që të fillojnë të duan si gocën? Po ja 15. Do 15 vjetë, kam kom, unë do mundohem deri atër. Edhe shkojmë, ku ishim po, Shijak? 10, Shijaku. Nuk do t'i vesh një yll në njërës? Jo, Nuk i vë. Peshkopi. Peshkopi 8. Burrel? E mbajti gjë, ama me do je yllin, 10 me yll. Pa qa burreli tani 10 me yll, janë qefli. E di pse. Po marr dasmat. Në burrel, ne zakonisht i duam të gjitha. Jugun, Shqipërinë e Mesme, Veriun, nuk ka rëndësi se çfarë ti këndon, i duam të gjitha. Pse se duam të bëjmë atmosferë me çfarë do lloj këngë që të këndohet. Ndërkohë që shumica e qyteteve të Shqipërisë janë pak të prirur në atë kupolën e tyre, duan vetëm atë muzikën e qytetit të tyre. Dhe prandaj unë Veriu në tërësi sepse e di shumë mirë se si bëjmë dashur dhe atmosfera që kemi. Mos është e fakti që janë dhe çik multietnik në madhe me kanë prejardhje të ndryshme them, janë kanë ardhmonizëm shumë etj. Burreli ashtu ka qenë, si qytet ka qenë i formuar nga të ardhur të ndryshëm, nga rrethe të ndryshme. Ky emision është i sponsorizuar nga Bashkia MAP. Ja, bëm reklamën në çka kemi bë Burrelit sot, nuk e di domethënë. Përshëndesim gjithë Burrel sot. Me një lam Laçin? 9 Laçi. E uli se janë edhe këto armiqësit Burrel, do mbajnë Burrelin çik më lart. Po çka ka Tepelen? 10. Jo, e lash fare. Nuk jep dot 10 Tepelenës. Pse mos jap 10 Tepelenës? Po në kulmin e qefit tyre Tepelena, jo dakor, kulmi i qefit. E koka në Stamboll dhe në dasën të. Jo, nuk është. Mund t'ja bësh 9 tani një zonë Shqipëri e mesme që janë alegre. Mos harro që grupi i Tepelenës ka bërë disa nga këngët më të bukura. Pishaka, absolutisht Tepelenësit janë të paparë. Po si thua Tepelen Delvin pak a shumë janë afër me njëra tjetrën. Saranda, po Krutanët e fundit i infezuam gjithë Shqipërinë, nuk kemi harruar në gjithë vogël në Ballë. 10 edhe. Janë Krutanët 10. Krutanët kanë goxha atmosferë sepse përfshin edhe muzikën e Shqipërisë mesme, edhe jugun, varet se si janë si puna e burrelësave që i duan çike ata të gjitha në dasmën e tyre. Pa frikë Julia. Pa frikë, po ja, ta marrë shumë se. Shi si e merr moe. Po sa lira këto. Bo. E hidhur? Ja hidhur ta? No. Lina, si ka mundësi akuzohesh që në dasma kërcen më shumë se dhëndri dhe se nusja? Lot nga si do ndaj. Sa e shpifur. Ama sa e shpifur nuk është tani. Tani.
Ishte qika? E më shqyri morim një reagim dhe nuk e di. A Jule? Tani ma hoqe zërin. Ja, s'ka mundësi. Provoj një. Do... Flakërim. Ishte shumë? Flakërim. Seriozisht e ke? Do më deri tu isha okej on. Po, këtu? Kjo ishte... Për cëllim. Më mirë ato bletët që më kanë piskuar. Seriozisht. Kush janë më shumë këto koncertet dasmat? Koncertet dasmat? Live-et, kush të pëlqen më shumë? Shijoj më shumë dasmat, për atmosferën që kanë. Dasmat kanë një gjë, që në dasmat njerëzit kanë ardhur të përgatitur për të bërë atmosferë, për të qenë, për të gëzuar, për të festuar me ty aty dhe unë, prandaj gjithmonë shpeshherë njerëzit e të më thonë edhe vetë këtë gjë që kërcen shumë. Lërën qik radhë nëse të dhëndri. Nuk është e vërtet, unë kujdesem shumë gjatë dasmës që çifti të jetë primar. Shpeshherë janë 2-3 momente që dikush më bën ndonjë video kur unë jam duke kërcyer bashkë me ta. Nuk është se unë jam gjatë gjithë dasmës duke kërcyer, por kujdesem që atmosfera të jetë maksimum edhe që vëmendja të jetë tek ata të dy. Unë asnjëherë nuk dua që të marr vëmendjen nga çifti sepse normalisht unë jam aty për të bërë atmosferën për ta, jo për të patur vëmendje tek vetja ime. Por që e shijoj bashkë me dasmorët, bashkë me çiftin, e shijoj dasmën si të jem personi i ftuar në dasëm më shumë se sa këngëtar. Cilat shijon ti para se shkojmë tek e fundit? Cilin repertor shijon më shumë të këndosh? Në dasma apo në tërsi, ku je më shumë? Absolutisht që mua më pëlqen muzika e lehtë, muzika e huaj, jam rritur e kam nisur me muzikë huaj, kam nisur me blues, e kam nisur me pop, me rock. I shijoj të gjitha, e shijoj edhe muzikën popullore, e shijoj shumë, më pëlqen shumë muzika e veriut. Do më shumë se të jugut, edhe se je dhe nga ndej. Më pëlqen se e kam edhe shpirtërore këtë pjesë, por që nuk mund të them që t'i ndaj. Cila më pëlqen më shumë. Mos t'i ndaj. Unë i këndoj të gjitha, i dua të gjitha. Politikisht korrekte, Julo, politikisht korrekte. Do t'a ndaj. Këtu ndaj ama. Do t'a ha apo s'do t'a ha? Ja. Se tani m'ka marrë flak. Ma bërë mendjen çorap. Po m'di. Aha. Mbarojët. Tani kjo është gara po. Ai, s'do që ty po m'djek mua. Kjo. Ta hama po jo. E zeza. A hëngre? Jo, po mendohem. Po mendohem. Aman mo Jul. Po, Ankara Messi. Ankara Messi. Ora shumë. Ora për shumë se shduhet. Po. Që është kjo? Pse bore ka i shumë orë djallë, ti e di atë uapet. Qa ishte kjo? Do vdes, këto do vdesin mua. E gjithua ti? Po kështu me udhëtimet, i ke qef të udhëtosh, po? I kam. I ke qef. Kush është vendi që të ka impresionuar më shumë njef? Do që kjo bështë? Dua. Do. Na mbyte, na vdiqe. Do thoni juk na mbite. Që ishte kjo? Si që i bëra vetes. Kjo është një update i ri që kemi bërë me këtë saltën. Sa po nga ka ardhë nga Meksika? E rëndë shumë. E rëndë është. Edhe që thua ti veti bëj bukur bot, ke qero njerë Meksik? Nuk kam qenë në Meksik. Pëlqen makarolat, po bëj pyetjet për qarta. Më pëlqen të shkoj në Kinë, Japoni, Kore, më pëlqen I ke qef të aziatikët, e? Më pëlqen t'i vizitoj këto. As të duket gjithë një lloj? Jo, besoj që ka. Dallon koreanit nga kinezi? Nuk ka rëndësi nga paraqitja nga fytyra. Po ku ndryshojnë? Kulturat ndoshta Kultura. vendet e tyre janë të bukura, kam qejf që t'i vizitoj. Fol Afrikë qeroj herë? Po pse je raciste? Pse si ke? Nuk jam, do doja të shkoja. Do të shkosh.
Është vap, po lere. Që kush janë planet? Në janar është mirë. Janar, kush janë planet tani? Ku do të shkoj me gjë të rabe, gjë të vjetëra? Si është muhabeti? Planet. Planet janë një këngë të re për këngë magjike. Që mbasi mbaroi periudha e verës, edhe mbasi na iki kjo vapa. E ke zgjedh këngën? E kam zgjedhur këngën. Çfarë do i balad? Kaq ta thua. Jo, nuk do të jetë shumë balad, do të jetë edhe në miksin e baladës edhe ritmike, lotët vu. E rëndësishme është që do të marr pjesë këtë vit, duke qenë se është edhe përvjetor, edhe kisha dëshirë të nxirja këngë të reja poshtë periudha ngarkuar e verës, edhe për momentin e tani lerat pa mundur të shohim nga tetori, nëntori, se çfarë do të vinë në një gjë, po që kam disa këngë që jam duke punuar në studio. Presim kur koha të jetë, kur unë t'jem disponibil që të futem në studio dhe të regjistroj se plasa tani. Po se vri me bezi, po të dëgjoj edhe unë. Na ndrite me këtë të fundit. E di. Do me thonë, ajo flaka aty. Është update, të betoj, është update, do me thonë është sjell e re. Jo, do me, ati ku duhet shkoj unë, këto janë normale, kështu që... Ku janë normale? Shko, po të the vetëm një... Në përkine, Japonie, ku unë. Ja të the vetëm një detaj. Kur më duhej një salcë edhe më djegse, më thanë në Shqipëri shko tek indiani, për të provuar salcët, ata janë që mbahen për djegset. Dhe kur shkova tek indiani, i thash më të bëni salcën më djegse që keni. Më tha, mua shiko, ne i kemi nga 25, a merr treshin se nuk i përballojnë shqiptarit. I thash, lutem bëj më djegse që ke. Mos e merr më dëgjoj mua. Ore ma bëj tash unë çka rri qet, ma sollën dhe rrinin gjithë nga kuzhina edhe nga banau ku shikonin të gjithë se si do digjesha unë. E mora salcën, e hëngra dhe nuk ndodhi asgjë. Të siguroj, kjo është një nga salcat më djegse në botë, nuk është se gjen më djegse. Më djegse se kjo, Më thënë, ka dhe një 2-3 tjera, të cilat thonë në instruksionet e tyre që nuk duhen konsumuar kështu siç e ngrëm ne, pra duhet i hedhësh ose në salca tjera, ose... Ti flet, po unë këtej me hynë e këtej më dalin, dhe më thonë, nuk e di. Rënja 4 ore 92. E vetë mja që ngeli në mendje është më djegsja. Nuk e di, mund të ketë edhe më tepër, nuk e di, po. Edhe këto që thua ti Jul, i thap gjitha besoj. I tham. Unë do të uroj një sezon sa më të mbar vere. Faleminderit. Do të uroj shumë suksese profesionale në çdo gjë që ti bën. Edhe shumë sukses edhe në këngë magjike meqenëse do të jesh pjesë. Uroj të kesh fuqi dhe shëndet sepse vera ka për të qenë jashtëzakonisht e vështirë për të përballuar të gjitha. Të falenderoj shumë për faktin që pranove dhe në një lloj forme rriskove zërin tënd. Po besoj se do le me sukses. Kap një. Jo, tani jo, nuk e kap. Jo tani, ose se mund të bëjmë në një si luli. Mund të shkasë një. Nuk i dihet. Okej, unë ta lënë qetësi. Unë do të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty, ishte kënaqësi, ishte një nga intervistat më të veçanta që kam bërë. Më e veçanta. Patjetër. Është politikisht korrekt, më e veçanta. Jo, po absolutisht. Të falenderoj shumë. Ndjeva shumë mirë, falenderoj edhe turoj sukses, sezon të mbar. Ulen çik djegjen e këtyre se jemi në kulmin e verës edhe të vapës. Do ta ul. Qëllimi ky është. Megjithatë, unë para se të ikim do falenderoj ju te Kredit, Qefi Beta dhe Pakesh, mos e harroni këtë gjë, Lufrën që ndihmon të ftuarit e mi KFC. Faleminderit shumë Lufra. Go Plus, loja Go Plus, mos harroni të gjithë që mund të doni të fitoni një makinë të tentoni fatin tuaj, se nuk është se ndahet kështu me kërkesë. Tjetën ton, mbledh tapat e kanaçeve, fut kodin te loja, mund të fitosh. Fitoj një zotëri nga Skrapari, Kodigon Tequila më premium në botë. Dhe Argjendari Donaldo, e cila sjell këto dhurata për të ftuarit e mi, kjo është për ty. Faleminderit. Është një gjë verore. Argjendaris Donaldo, faleminderit shumë. Kur nuk ta shkot një nga intervistat më të veçanta. E pra, shef. I majnë thuari me të mira. Nuk shko ndonjëherë në intervista dhe të marrësh edhe një dhuratë. Po ti e ke kështu, ti edhe të djeg. Edhe të fto. Edhe të pëlsoj. Mirë miq. Faleminderit ty. Mos harroni të na ndiqni të gjitha rrjetet tona sociale, jemi kudo, në Instagram, në TikTok, në Facebook dhe sigurisht në YouTube që mund të ndiqni të gjithë intervistën e plot. Ne do të takojmë sërish puntatën e radhës deri atëherë, kalofshi sa më bukur.